Shqipërica. Po për kryeministrin Albin Kurti tash që i fitoi zgjedhjet, kemi pas këtu her pas here deklarata të opozitës duke e quajtur kryeministrin tonë si ka politikë anti-amerikane. Në fakt, çfarë mendoni ju për kryeministrin Kurti duke e ditë që ju keni informacion edhe jeni në lidhje me Donald Trump? A është njeri i dëshiruar për Amerikën, kryeministri Kurti? Shiko tani, unë nuk menoj që them në i gjatë të re që kryeministri është i majt, kryeministri Kurti është i majt e madje anon i qik pak nga ekstremi majt. Du me ju prun vetëm një fakt. Akordimi i plot i Edi Ramës me Albin Kurtin, lene ato politikat e propagandën që bëhet në Shqipëri dhe në Kosovë, Edi Rama dhe Albin Kurti kanë kënë i janë bashkë në kuadrë të fondacionit të George Sorosit. Sepse teoria George Sorosit është që asnjëherë vezët nuk venosen në shport. Ato venosen dy dhe shikoni me vëmendje. Masi nxorren nga presidenca Vjosa Osmanin, një politikane që arriti të rikonfirmohet në qendrat më të mëdha politik berse të botës duke krijuar një partnership shumë afërt me presidentin Trump. Dhe të dy bashkë, Albin Kurti dhe Edi Rama morën pjesë në konferencën e Barcelonës të organizuar nga ekstremi i Europës drejt për drejt kundër presidentit Trump. Dhe ky është fakt. Dhe në dirigjimin e plot të Aleksandr Soros, tani që kryesen fondacionin Shoqëri e Hapur edhe fondacionin që është e njëjta gjë me fondacionin e George Sorosit. Kështu që Albin Kurti ka treguar me fakte që është anti-amerikan. Pra ju po thoni që presidenti Trump nuk ka simpati për kryeministrin tonë Albin Kurti? Nuk menoj që ka me kalu kohë shumë e gjatë, që ka me jarë për shtjeshi Albin Kurti. Për dërheqje? Jo, refuzimi, sepse ka ba dy refuzime, mund të ketë të tjera për të vërtetën, po ato që ne i dim publikisht, të më thamë. Refuzimi për ratifikuar në parlament marrëveshjen që janë organizuar në tavolinën e presidentit Trump, ku bashkë me marrëveshjen është ba dhe njohja e Kosovës nga Izraeli, një njohje shumë e rëndësishme, mendoj unë. Sot e kësaj dite ajo marrëveshje nuk është ratifikua nga Parlamenti i Kosovës dhe ka paftueshme për me bërë punë. Në mos qofsha gabim, ka kanë 2021, në verën e 2021 i kam bërë një letër që se ka kthyer kurrë Albin Kurtit si kryeministri i Kosovës dhe i kam bërë thirrje për ta ratifikuar atë. Dhe nëse nuk e ratifikon, ti duhet fillosh me numëru mrapsht në politikë. Çka ka qenë ajo marrëveshje? Marrëveshja që ka realizuar Abdullah Hoti në tavolinën e presidentit Trump. Po e kam qartë, po. Mas e keni harruar ju, po. Po, se kom harru, Ajo marrëveshje ka kanë shumë dimensionale, dhe du me pru dhe rëndësinë e saj. Të gjitha marrëveshjet apo urdhrat ekzekutiv që ka realizuar presidenti Trump në mandatin e parë, administrata Biden i ka bakan. Një ndër të vetmet, se unë nuk e të kam raportin e plot, një ndër të vetmet që e ka rikonfirmuar administrata Biden, ka kanë marrëveshja që është realizuar në tavolinën e presidentit Trump me Abdullah Hoti, në kohën kur kryeministri i Kosovës ka kanë Abdullah Hoti. Okej? E dyta vjen një grant prej $200 milion, lexova diçka sot, bile kishte një reagim të institucioneve amerikane për refuzimin e një granti prej $200 milion, grant. Mos harrojmë të grant. Për gazifikimin e Kosovës. Se çfarë ndotje ka Kosova për termoelektranat si quni atje në Kosovë, dhe çfarë teknologjiet janë ato e dini ju më mirë se sa unë. Dhe perspektiva jo vetëm e Kosovës, po e Shqipërisë dhe krejt Ballkanit është perspektiva e gazifikimit. Pra, sistemi i shpërndarjes së gazit për konsum dhe për publikun kosovar, shqiptar po doni,
është e rëndësishme, shumë e rëndësishme shpërndarje rrjeti si fillim, e pastaj nga vjen gazi, a vjen nga Azerbajxhani, a vjen nga Amerika, a nga vjen gazi, ajo është i takon një hap i dytë. Por refuzimi, unë për veten time nuk kam një besoj dhe ju mund të keni informacion më detajuar, po unë nuk kam një gjua ndonjë sqarim përse e refuzon një grant. Nuk po them hua, është grant. Grant do me thonë me të nimu ty shteti Amerikan. Kryeministri Kurti ka refuzuar, po thonë, ja? Arsyen sepse refuzon. Jo i herë, po 2 herë. Aha. Po Dhe marrja pjesë. Dhe shiko tani, ne jemi kombi vogël dhe ne nuk përcaktojmë politika e mëdha që bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që kombi jon i vogël në Shqipëri, në Kosovë, e ka për detyrim, duke shpreh dhe vullnetin e popullit shqiptar si kombi më pro-amerikan i botës, duhet kanë në unison me politikën amerikane. Me qenë se për fatin ton të mirë, interesat amerikane në Ballkan përpuqen 100% me interesat e shqiptarëve. Ata duan pavarësinë e Kosovës, ata duan fuqizimin e shtetit të Kosovës, fuqizimin e shtetit të Shqipërisë, luftën kundër korrupsionit dhe trafikeve. Këto gjëra i shkojnë për shtat edhe interesit ton kombëtar, edhe interesit ton si popull, po doni. Basajet, me që shpesh herë është fol kështu realisht kur ish presidenti Hashim Thaçi ka qenë duke udhëtuar për Washington, i ka orë një thirrje nga Hoga dhe prej asaj dite ai gjendet padrejtisht në Hogë. Çfarë mendoni ju lidhe mbi akuzat e ish presidentit Hashim Thaçi? A do të kemi një lirim të presidentit Thaçi duke e ditë që është po i njëjti njeri që i ka hop akuzë edhe presidenti Thaçi edhe presidenti Trump? A do të dërhyj vet presidenti Trump që ta liroj Hashim Thaçin? Shiko, a ne nga vi unë, kena një fjalë turp popullore ku thot, kur të vret vedi, nuk ta merr kush gjakun. Na lexoni pak nëse mund është po kim pak përsëritje, po? A ne nga vi unë, nga malësia e madhe e Kelmeni, kena një shprehje popullore që thot, kur të vret vedi, nuk ta merr kush gjakun. Institucionet e Kosovës në kohën e Hashim Thaçit kanë bërë një gabim fatal për Kosovën edhe për veten e tyre në plan 2. Kanë pranuar dhe kanë themelua një gjykatë monoetnike në një shtet multietnik. Në të gjitha parimet universale të së drejtës e të kushtetutave më moderne në botë është ankushtetës. Nuk mund të ketë gjykatë monoetnike me dënu vetëm shqiptarët, kur në Kosovë krimet i kanë bërë sebet, këtë e din gjithkush,